Luan, çka u bo? Bërlëk, o Haxhi. Gjithçka u bo bërlëk tash. Po çka fol? Jetonin. Çka po me jetunin? Fol se më tranove. Petari po dënë me vra tash jetonin në spital. Ani? Çka u plani? Çka e tha ti atina? Tash duhesh me shku ti në spital. Po? Besoj që në spital është veç gëzimi, aty ai edhe me të pa nuk nje. Ti duhesh me na gjetë numrin e dhomës të jetonit, më lajmëron mua, unë jam poshtë me njëri petarit, edhe ai hene kryen punën. Luan, a je sigurt të më po këtë punë? Kemi edhe zgjidhje tjera. Jo, Haxhi, nuk kem zgjidhje tjetër. Duhet me çu këtë punë deri në fund. Rregull, valla. Makti ka nësuar ke. I bina pëtaj në zajtë dhe besëm ende. E di. Hajde. Okej. Hajde shimi. Hajde. I dyrket dhe daum. Hajde shimi. Shpirë glëk. Shkon në spital, okay? O bo, o kry.